Se për me LDK rrezikon nëse bën koalicion parazëdhor me Nismën. Rrezikon? Pse? Për arsye që na i kena për shembull LDK-ja si t'ja nisin mi përmend, me thonë na kanë vrarë dije që zgjedhjet janë ngat. Edhe unë nuk e di se Po që pojtona, fol. Proshër pëse po qesh? Po që pojtona edhe kështë me humor, pa keq kuptim plutem. A di pse? Është, mësë më keq kuptoni ju tjerë që jeni besimtar. Nisma, në LDK edhe këta që tonë katolikë ka një gjë përbashkë. Për shembull, për çdo vjet në pashë në viti Jezusi, kurse për çdo zgjedhje që bën në Kosovë, LDK i gjallë të dekujt edhe. Po dhe me njerë, si t'ja nisin mi përmen, mi shku të vorët, mi aftë që ka një lullë, drënda fele atë, dije që zgjedhjet erdhen. Aja punë është e ditëne. Kështu që unë nuk pe kuptoj se tash ata gjithë kanë thonë që na ka vro njerëz të UÇK-s. Na ka vro Shiku, tash po më intereson çysh kish me prezantu Lumir Abdigjiku, Fatmir Limen. Kisha po se çysh e kish prezantu. Komandant Çelikun nuk besoj që i kish thonë. Fatmir Limaj do të mi kallëzu të kalumen